Veprat monumentale për i bronzi në territorin e Bashkisë së Lezhës po i nënshtrohen një restaurimi të plotë dhe rrënjësor. Ndërhyrja po realizohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Bashki dhe përfshin 8 vepra monumentale në qytetin e Lezhës dhe të Shëngjinit, si dhe 30 objekte për i bronzi të vendosura brenda memorialit të Gjergj Kastriotit. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Bashkinë e Lezhës, Paulin Zefi, thotë se kjo ndërhyrje ishte mjaft e domosdoshme për të ruajtur integritetin dhe vlerën historike të këtyre veprave. Sipas tij, koha dhe faktorët atmosferik kanë shkaktuar dëmtime të konsiderueshme, duke e bërë të nevojshme një restaurim profesional dhe gjithëpërfshirës. Ky lloj solucioni që po aplikojmë mbi objektin e bronzit ka një gjatësi deri në 5 vite. Vetëm brenda memorialit Vend Varrimi Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka rreth 30 objekte prej bronzit që janë trajtuar, janë përfunduar dje, pra gjatë fazës 2 të këtij procesi. Ndërsa vepra monumentale që janë nëpër qytet, përfshi edhe atë në Shëngjin, janë gjithsej 8. Këto do të trajtohen të gjitha, përveç atyre që janë relativisht të reja dhe s'ka nevojë për trajtim, por gjithsesi një dorë me solucion do të jetë të atyre. Procesi i restaurimit pritet të përfundojë në javët në vijim dhe është pjesë e një strategjie më të gjerë të Bashkisë së Lezhës për mirëmbajtjen dhe promovimin e pasurive kulturore në territorin e saj.